Ditët e bujqësisë 2026 është panajiri më i rëndësishëm dedikuar agrobiznesit shqiptar. Panajiri u çel të martën dhe bëri bashk biznese, prodhues bujqësor dhe fermer, duke shërbyer si urlidhse mes tyre apo edhe me subjekte zhvilluese që ndihmojnë industrinë e agrobiznesit. Credinzbank edhe këtë vit ishte pjesëmarrës në panajirin ditët e bujqësisë duke i dhënë rëndësi dhe vëmendje maksimale përmes financimeve dhe produkteve specifike të ofruara për fermerët. Banka Credis gjithmonë e ka parë veten afër këtyre klientëve duke qenë si një partner shumë i rëndësishëm financimi dhe këshillimi. Produktet të cilat Banka Credis ka ofruar për këtë sektor janë të shumëllojshëm dhe në ndihmë të këtij biznesi. Kredi me pagesa në momentet e tyre më të përshtatshme. Fermerët u informuan për produktet dhe financimet më të reja të Credins, të cilat lidhen me nevojat e tyre për zgjerim apo investim në bizneset e tyre. Duke nisur që nga produktet me afate të shkurtra dhe deri në aftësinë paguese të tyre afat mesëm. Mjaft nga këto biznese të financuara prej Bankës Credis kanë arritur që të konsolidohen dhe linjat e tyre të prodhimit të jenë cilësore. Në inaugurimin e panajirit ditët e bujqësisë, i cili do të qëndrojë hapur për gjatë 3 ditëve, të ftuar ishin edhe përfaqësues të pushtetit qendror e lokal. Ne jemi duke punuar me laboratorët, me pikat kufitare, me skemën kombëtare në mbështetjen dhe shumë shpejt ajo që është edhe më rëndësishme, hapja i partit brenda vitit. Tradicionalisht, ky panajir ka ardhur si një mundësi mjaft e mirë edhe për vizitorët të cilët janë njohur nga afër me produktet shqiptare dhe jo vetëm, i konceptuar edhe me seksione të ndryshme me panelist, vendas dhe ekspert të huaj. Fermerët patën mundësi që përveç ekspozimit të produkteve të tyre, të njihesin edhe më të rejat apo tendencat e fundit në këtë sektor.